Unë shoh që është edhe vaksina e COVID-19 dhe AstraZeneca e tërhoqi vaksinën e saj, duke njohur edhe efektet anësore që ajo kishte. Unë si prind, pse të mos e ngresh shqetësimin edhe për vaksinat e tjera që janë në këtë listë dhe të kërkoj më tepër informacion si prind për vaksinën që po injektohet fëmijës tim? Çdo vaksinë, çdo ilaç ka një efekt anësor i cili mund të jetë fare minimal dhe që nuk duhet llogaritur krahasuar me gjithë efikasitetin dhe atë dobishmërinë që kryen për të minimizuar vdekje apo për të parandaluar situata të vështira. Sigurisht dhe unë kur e kam parë atë rastin e COVID AstraZeneca edhe të dy apo tre vdekjeve, nuk e di se sa, patjetër që jam merakosur. Këto janë thjesht çështje të riskut, është si puna në një operacion që futesh dhe që do të nënshkruash që edhe një anestezie thjesht mund të shkaktojë diçka, edhe në rastin e vaksinave rreziku gjithmonë ekziston.